karakteristikë. Grida Duma, binjakët 11 qershor. Shiko, çfarë kombinimi perfekt me Bashën. Po. Nga ana intelektuale. Nga ana intelektuale, me Bashën. Se binjakët... Binjak Basha, binjak kjo. Për sa i përket, sepse Grida Duma është një zonjë, kinge është, po që është shumë e artikulueshme, është cilësia, ajo ka cilësi të binjakut. Tash pas datës 10 fillojnë binjakët që të jenë më aktiv. Më aktiv. Sepse ai për fat keq Basha është në datën 7, nuk i ka akoma ato cilësi që mund të ketë dhe nuk artikulohet dhe aq mirë sa që mund të artikulohet Grida. Se thon për Bashën për shembull që i ka thënë 4-5 vetave që ti je i pari në filan qytet si kandidat. I ka thënë gjithë ai soi. Po mirë, kështu për pjesën sentimentale kam hallin e Gridës unë. Si do shkoj. Bënë seksi janë këto mazatës 10. Po. Janë flak. Janë flak fare. Vërtet? Flak fare. Domethënë Grida që ka flak. Ky tjetri jo, Lule. Po, mbase kjo i kombinon politikisht të dy që janë në të njëjtën anë, si më thënë kompensojnë njëri tjetrin edhe sepse i ka pas marrëdhënie të mira politike deri tani sepse ai nuk tentoi asnjë ta ishte. Po, e kuptoj nga politika. Por gjithsesi Grida si do i shkojnë marrëdhëniet këtë kohë, domethënë, si do i ketë marrëdhëniet profesionale? Do të çuditeni me Gridën se do ta shikoni shumë mirë. Do marrë shumë vota domethënë në zgjedhje? Sa Zveca se ka menduar. Ajo e ka menduar se edhe ka punuar për atë gjë, me sa kam parë unë, por të pëlqen Grida apo vërtet e parashikon që jo që më pëlqen, nuk i ndjek fare, por që ajo do ketë vërtet sukses. Do jetë një ndër kandidatët e opozitës tanishme me shumë sukses. Po për të martuar sa të hall kam unë. S'është martuar? Se beqare është? Po, ku diun e martuar beqare sikur, binjakët përgjithsisht kanë lidhje të komplikuara, por i hapin telashe vetes. Nuk është se i mungon ajo gjë. Thjesht jep më pak rëndësi. Në çift kush është më aktiv, një binjak me kë nuk shkon fare një binjak? Në lidhje dashurie. Binjakët pothuajse shkojnë me të gjithë, po me bricjapët nuk shkojnë fare. Me bricjapët. Bricjapët janë shumë një binjak duhet nuk e di ç'të bënte që të merrte një buzëqeshje. Diçi vini është bricjapi. Një bricjapi. Një binjak, kush e di të bënte një buzëqeshje, një bricjapi. Ashtu da.